Djali dënuar për trafik personash sekuestrohen pasuritë e pajustifikueshme të babait në Tiranë. Me kërkesë të prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë, u sekuestruan pasuritë e shtetasit AG, një apartament dhe 2 makina, si person i lidhur me shtetasin IG, i cili është subjekti i hetimit pasuror me bazë të ligjit për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar. Nga hetimet e kryera në kuadër të procedimit pasuror numër 81 viti 2020 mbi shtetasin IG i dënuar dhe arrestuar për veprën penale, trafikimi personave të rritur parashikuar nga neni 110 fraksion A 2 i kodit penal, ka dyshime se pasuria e vënë prej tij ose familjarëve të tij nuk përputhet me të ardhurat e ligjshme. Ky shtetas në bashkëpunim me persona të tjerë rekrutonin vajza për prostitucion në drejtim të Italisë dhe pas kryerjes veprimeve timore në vitin 2015, gjykata e shkallës së parë për krimet e rënda Tiranë caktoi masën e sigurimit arrest në burg. Nga hetimet e shtrira tek personat e lidhur me të, rezultoi se i atit i shtetasi AG me balancë negative në banka nuk justifikon më të ardhurat, blerjen një apartamenti dhe 2 makinat në pronësi të tij. Këto pasuri të paluajtshme dyshohet se janë fituar nga personi lidhur AG si rezultat i përfshirjes së djalit të tij të dënuar IG nga aktiviteti kriminal në trafikimin e personave të rritur, pasuritë e sekuestruara. Pasuri e paluajtshme, apartament numër 3 me sipërfaqe 117.78 m2, Pallatet Sandi, SHPK Tiranë. Pasuri e paluajtshme automjet tip Renault Scenic dhe pasuri e paluajtshme automjet tip Lancia Musa.